ishte jera Aisha radiallahu anha, dhe u ballavaqu me bashortin e saj Muhammed Mustafa alayhis salam. Tha bashorti im, po profeti i Zotit. Tha po. Ta më qofë se e ndjej. Pra më qofë se i madhi Zot natë më jepi ndjenjë të madhe dhe unë jam e vetëdijshme që kjo mund të jetë nata e Kadrit. Çfarë të them unë? Qofë se unë ndjej që ajo është nata e Kadrit. Ti jep ka i ndjenjë Zotin shpirt që ti e ndjen që kjo është natë e veçantë. Jo gjithmonë ndodh, po më qofë se ma jep dha. Çfarë them? Më mëso. Çfarë ti them sundusit, krijuesit tim dash? Tha thoj Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Thuj bashkërtja ime tha, Zot ti e falës, ti e bujar, e don faljen, më fal mua. Sa 1000 muj po, risk pa fund po, mirësi po, engjëz zbresin për respekt po, s'mjaftojnë këto do dhe me të falin, madhi Zot i qofshin fal. Do të na falin inshallah.